një aksion simbolik, të cilin ne e kemi zgjedhur për 3 masakrave që ka pas gabime pak më të mëdha, sepse gabime ka pas në gjitha tekstet e asaj ekspozite, dhe qëllimi i kësaj është sepse nuk është vetëm gabimi që është bën në tekstet dhe në informatat që janë bën ekspozit. Problemi është edhe gabimi më i madh tendenca me arsyetu dhe me shfaqsu veten ose me bërë të fajin edhe të familjarët, me arsyeën sepse ata vetë kanë deklaruar që kanë qenë ushtarë të UÇK-s, ndërsa ne e dimë se mund të ishte edhe ushtarë i UÇK-s, por mund të ishte burgoz dhe në burg nuk ka qenë më ushtar, ka qenë i pambrojtur, ka qenë civil dhe i paramatosur. Dhe kjo dëshira që në burgun e Dobrovës të del sepse ka pasur mbi 40 sa të armatosur, atëherë kemi bajnë me rezistencë, domethënë me një kryengritje të burgosur, gjë që nuk ka qenë një masakër, një krim, një gjenocid që ka bërë Serbia në Kosovë, dhe qëllimi i kësaj është me u tregu se nuk ka qenë e vështirë mi gjetë emrat, sepse ashtu që kemi gjetë na emrat për masakrën e Përkazit, ashtu që kanë marrë paret për me realizu këtë projekt, që do të ishte i mirë sikur të ishte në suazat e duhura dhe sikur të ishte me informacionet e sakta. Nuk ka pas nevojë me u bazu në Natasha Kandiqin, sepse kanë mujtë me shku në Krushe, me i numru varret, edhe është pllaka me emra. Nuk ka pas nevojë me u bazu në Natasha Kandiqin, se kanë pas në burgun e Dobrovës memorialin që i ka gjitha emrat e shënuar dhe me shku me i lexu dhe me i shënu dhe me i numru. Dhe gjithashtu nuk ka pas nevojë për jasharajt, sepse nëse një qytetar i Kosovës nuk e di se sa varre janë për Kaz dhe bazohet në Natasha Kandiqin, unë nuk e di çfarë qytetari, çfarë shqiptari dhe çfarë interesi ke ti me kontribu luftës dhe dëshmive të saj. Kështu që do të thotë zhgënjimi është më i madh se sa që është bën ekspozita, se sa që janë dhënë ato pare, kushdo që i ka dhënë çfarë forme që i ka dhënë dhe me çfarë kriteri që i ka dhënë, po kjo tendenca tjetër që me fut përçarjen mes qytetarëve dhe duke dashur ta bëjnë reagimin ose kundër reagimin si politik. Dhe këtu, për temat të tilla, as nuk duhet të ketë sulme politike, pas mbrojtje politike, sepse kjo nuk ka të bëjnë asgjë me politikën. Politika e ka punën e vet, fushatat, udhëheqjen fituesit, po këto janë gjithmonë dhe do të jenë në çdo qeverisje përtej çdo partie politike, dhe qytetarët nuk duhet të bazohen në bazë të atyre që dezinformatave që po qarkullojnë tash në rrjetet sociale, duke dashur me neutralizu ose me amortizu reagimin qytetar, sepse kjo është përtej aty në gjanave dhe është të merruese fakti se çish njerëzit hala mendojnë ose dojnë me mendu a është e drejtë as është e drejtë me lujt me një jetë, me një masakër, me një gjak që është derdh, edhe që sot ende familjet kanë plagë të hapën edhe ende familjet e vujnë atë masakër, ende familjet e vujnë atë tragjedi dhe kushdo për arsye të caktuar, qoftë financiare, qoftë qëllimeve të tyre që mund të jenë të çarçeve të ndryshme që unë nuk mund mi ditë, edhe me lujt me këto emra dhe me këto jetë është vërtet kemi ardhur në një gjendje që është shumë shqetësuese dhe është merruese ky fakt. Ne sot në shenjë Paknacie kemi zhvilluar këtë aksion simbolik duke dashur edhe një herë që të dëshmojmë që e pavërteta nuk qëndron, e vërteta qëndron në formë tjetër dhe ajo çfarë është ekspozuar ditëve të fundit në sheshin e Prishtinës është një e pavërtetë dhe ne nuk jemi të interesuar të marrim informacione dhe dëshmi nga armiku ynë shekullor, por informacione dhe dëshmitë kemi në gjithandej Kosovës, në gjitha ato varre, gjitha ato memoriale të cilat gjenden. Astriti ka filluar mbrëm me aksionin, kështu që mundet pak më shumë e elaboru pjesën e aksionit. Kështu prej meje faleminderit shumë edhe një herë që keni gjetë kohën. Ky aksion mbrëm ka filluar si shenjë Paknacie edhe pse ka qenë momentale si reagim, sepse vërtet ka qenë shqetësuese dhe me u brengos për faktin se ju prezantohet qytetarëve një diçka pa vërtet, sidomos kur ka të bëjnë me një rëndësi kaq të madhe, kaq veçantë. Dhe sot ky reagim vjen prap si shkak i asajna që kanë filluar të arsyetojnë që në sensin që të amortizojnë si simbolikën e kësaj ekspozite dhe në një farë forme të fusin përçarjen mes qytetarëve duke krijuar narrativa sepse ka sulme politike dhe kjo nuk guxon të ndodhë as të ketë sulme në kuadër të sensit politik, po as të ketë mbrojtje në kuadër të sensit politik, po të ketë sulme dhe mbrojtje në kuadër të fakteve dhe argumenteve, sepse është një diçka që neve na përfason si popull, është një sakrificë për cilën ne kemi dhënë shumë dhe sot kjo liri dhe kjo mënyrë e ekspozitës dhe kjo mënyrë e shprehjes Paknacisë tonë është vetëm si shkak i asaj sakrifice të atij gjaku që është derdhur. Ajo që mu po meriton fakti është sepse kjo kishte mjaftuar me një kërkim falje dhe me shpreh atë shqetësimin sepse pse është leju ky lëshim dhe me kërku falje qytetarëve të Kosovës ka qenë një lëshim dhe me u tërheq vetë për organizatorëve dhe me u premtuar se do të permisohen. Po tendenca që me arsyetuar ato fakte duke na treguar neve sepse si referencë ka pas Natasha Kandiqin, kjo është edhe një herë më tepër fyrje se sa ajo fyrja që ka ndodhur përmes pankartave. Ka qenë shumë lehtë verifikueshme, nuk ka pas nevojë të
bazohen te Natasha Kandiç, kur i kanë pas varret në përkaz dhe kanë mujt me shku me numëru varret nëse s'kan pas emra dhe nuk ka pas lista zyrtare, nuk ka pas nevojë për Natasha Kandiçin se i kanë pas varret në Krushe dhe i kanë pas memorialin me gjitha emrat e viktimave, po ashtu nuk ka pas nevojë sepse ne do bravesh një memorial i cili ka emra. Pavarësisht se nëse është lista zyrtare ose jo, këto mund të jenë verifikuar me lehtë sepse varret nuk zhduken, viktimat kanë ekzistuar, njerëzit sot, familjet ende i kanë plagë të hapura dhe munden me shpjegu sepse ka edhe atyre që kanë përjetuar atëherë në burgun e Dobravës dhe nuk ka pas nevojë të shkojmë deri te Natasha Kandiçi. Pavarësisht se me sa u dëgjova mediat, edhe ajo është përgënjeshtruar sepse domethënë edhe te ajo nuk janë këto informacione që këto janë shpreh në ekspozit, gjë që e bën hala ma dyshues se faktin pse ka ndodhur kjo dhe pse i çdosh më ndodh. Sepse tendenca me paraqit shqiptar të burgosur, të armatosur, atë është tendenca me e kthy prej një masakre në një rezistencë të gardianëve të burgut karshi të burgosurve, sepse atëherë kemë bëjmë një kryengritje të armatosur brenda burgut. Dhe kush atëherë do ta quhen të masakër këto? Dhe pse atëherë do ta akuzojnë shkijet për këto? Thjesht do thotë nuk e kuptoj qëllimin, nuk po du me besu që ka një prapavi për te financiare për mu realizu një projekt. Kisha do shumë me qenë një arsye financiare dhe një mos përgjësi e atyre që e kanë bërë për këtë arsye. Për ndryshe, nëse ka diçka për te kësajna, atëherë duhet prokuroria me u marrë shumë seriozisht me këtë çështje dhe institucionet përkatëse me u hetu sepse ky vend dhe ky gjak nuk lejohet mu shkatru dhe nuk duhet mu shkatru për qarqeve apo individëve që e bojnë për arsyet veta personale dhe përfitimeve personale, sepse është për te asajna dhe për te gjithçka tjetër sakrifisa këtij populli ndër vite dhe gjaku i derë dhe ndërvujtjet e familjeve shqiptare që edhe sot ende i kanë plagë të hapura, ende presin me dashur të tyre, ka nana që po jetojnë dhe ka nana që po vdesin duke i prit fëmijët me u kthy, ndoshta prej zhdukjes kësaj masakre dhe masakrave të tjera në Kosovë.